Unë para së gjithash kisha pas dëshirë me uru klubin basketbollistik Peja për titullin e kampionit, po e shfrytëzoj rastin në televizion, se kështu nëpërmes rrjeteve sociale si klub e kemi uru. Me i falenderu për 5 lojt fantastike cilat kanë qenë mes neve dyjave. Normalisht, mi u dëshiru sukses edhe në të ardhmen që edhe kampionatet si vetë me qenë hala ma i fort. Unë nuk jam ndaj fare eksperti i madh i basketbollit, po si mbas njerëzve kjo ka qenë një prej kampionateve më kualitative, them ashtu edhe më interesante gjatë shumë viteve të kaluara. Për sa i përket klubit basketbollistik Trepça, është e vërtet, na kur kemi ka qenë në një krizë shumë të madhe, e cila ka ardhur si pasojë, unë muj me e thonë shumë shlirë e renovimit të sallës, të cilin e kanë stërzgjat. Domethënë Bashkimi Evropian në atë kohë, tikun 4 vite e gjys, klubi basketbollistik Trepça nuk ka pas palestër për ushtrime e lene mu për lojë. Domethënë janë maltretu lojtarët, kanë shku në për qytete të ndryshme me i zhvillu lojët, edhe normalisht si pasojë asaj, edhe njerëzit nuk kanë mundësi marrë me të shiqu edhe klubi ka rënë në një krizë. Në krizën në cilën na e kemi marrë klubin ka qenë Eran Bajage, këtu një prej protagonistëve është edhe Drini, se ditën kur e kena marrë e kun ftu Drinin të parin si kapiten, edhe kun pyeta e kena najkon në ekip. Ka thonë që po i thiri, po i mbledhit të këshyrim kush është e kush nuk është, sepse të hanën ish koha për me regjistru ekipin e ishe shtune. Normalisht, e kom potencu edhe ma heret, unë e kom thirë edhe kryetarin e federatës dhe i kom kërku s'paku një javë ditë me na shty mundësin për me e regjistru klubin edhe kemi nisë qysh e kemi nisë. Unë e muj me thonë që unë jam shumë i lumtun që mrena 2 viteve të kaluara, do me thonë që ky sezon edhe sezoni i kalum, klubi basketbollistik Trepça i kalujt të gjitha finalet e mundshme. Kjo është si pikë e parë. Është normale që zhgënjimi i qytetarëve në Mitrovic ka qenë i madh, sepse e kemi humb lojën e fundit në shtëpi, por nëse dikush është përgjegjës ose duhet dikush me e marr përgjegjësinë për këtë punë, jam unë ai që e marr, sepse unë jam them ashtu prisi i klubit edhe të gjitha përgjegjësitë edhe barën e secilit gabim të cilin e kemi bërë gjatë sezonit të kaluar e marrune përsipër. Edhe me të thonë drejtën, ja u kisha bërë një apel qytetarëve të Mitrovicës që mos me i bë presion lojtarëve, sepse ata, unë besoj fuqishëm që nuk ka kërkush asune si kryetari i klubit, po asnjë qytetar më i thjeshti që ka qef më shumë se këta që e djersitin atë fanel me fitu titullin e kampionit, sepse normalisht këta dalin në podium kur të fitojnë, këta janë që ata protagonistat kryesor, edhe unë jam shumë i lumtur që punoj me djem, si tash në këtë rast me Drinin edhe me Drilonin, jam shumë krenar për punën cilën e kemi bo, jam shumë krenar me këta, edhe nëse dikush është përgjegjës për këtë dështim nëse mujna me e qujt, atëherë përgjegjës jam une. Mirë, ti prap po kthen ata e pyetja jeme. Ti e tha dështim në thojza, po unë nuk e shoh si dështim. Po që ato dashte me të. Unë personalisht nuk e shoh si dështim, sepse tash përveç ekipit seniorëve, janë edhe gjeneratat e reja. Na kur kemi him klub, do me thonë, gjeneratat e reja kanë qenë them ashtu, s'ka pas organizim. Do me thonë, ka qenë i vetmi, i liri i cili është marrë me gjeneratat e reja, edhe normalisht i liri nuk ka mujt vetme i bu krejt këto punë. Sot, klubi basketbollistik Trepça garon me 4 gjenerata. Në 2 vit, do me thonë, vitin 2020-2021, vetëm një gjenerat ka lujt në finale, U18 edhe ka fitu kampionatin. Vitin 2021-2022, kemi lujt në 3 finale, me gjeneratat reja. Në sezonin e kalume, kemi lujt në 4 finale, do me thonë, nëse janë 4 gjenerata, na kemi lujt në të gjitha finalet, për cilave me njënën jemi kurorzu, jemi bo kampion edhe ato me U12. Sot, në klubin basketbollistik Trepça, në shkollën e klubit basketbollistik Trepça, është numërohet dyfishi i numrit të vijuzve prej të cilit ka qenë në kohën kur e kemi marrë. Sot është 5 fish numri më i madh i trenerave, janë 8 trenera që merren me gjeneratat e reja. Do me thonë, për sa i përket procesit apo rrugtimit të klubit basketbollistik Trepça në këto 2 vite, 3 vitet e fundit, muj me thonë, unë mendoj që është një sukses për me u admiru, sepse përveç kësaj, normalisht edhe ty ju falenderu juve si media, sepse ju i keni përcjell të gjitha lojnat, po edhe ju e dini që në momentin kur klubi basketbollistik Trepça është organizu,
atëherë sot Trepça ka rekordin e shikueshmërisë në palestër. 2370 veta janë çdo lojë prej statistikave të FIBA-s, jo prej statistikave tona. Normalisht ato ndryshojnë se ka shumë a tepër. Normalisht, po unë po i marr çdo statistikat të cilat janë të FIBA-s. Edhe rrjedhimisht, domethënë me interesimin e madh në Mitrovic, sepse Mitrovica sot frymon për basketboll. Kështu të mundna me thonë pa pardon që seni më aktual në Mitrovic është basketbolli, mandej vinë sene tjera. Është një krenari për mu si kryetari klubit, po është një krenari edhe për djemë që jemi organizu edhe vitin e kalum ose sezonën e kalume në klubin basketbollistik Trepça kanë qenë 35 persona të regjistruar që kanë marrë rruga çdo muaj. Është bo në Mitrovic, ka shku një pjesë e mire pareve të bizneseve, edhe normalisht ato pare kanë mitë kryesisht në Mitrovic. Jom pagu tatimet për se cilin, jom bu krejt, e kemi bu shopin, njën senet cilat na kemi punu, edhe nuk kemi mendu veç qysh kemi me u bo kampion. E me ilon krejt këto senet anash. Si vjetë, plani është me organizu shkollën hala ma mirë. Normalisht, nëse më pyetja ka gabime, ka edhe na kemi bu gabime. Unë mendoj që gjatë procesit të si vjetën të këtij kampionatit, na kemi bu shumë gabime, të cilat në princip nuk duhet me i përsërit, por edhe na mësojmë prej gabimeve. Na kemi ndru trenera shumë, sot unë mendoj që është gabim. Unë e kom ditë edhe prej fillimit që është gabim, po ti po vjen me një pozicion i cili nuk po është, po hen edhe ti në them ashtu në siklet edhe po duhesh me i bu, kemi bu ndryshimet lojtarëve. Kemi bu shumë. Por edhe na kur e planifikojmë buxhetin, e planifikojmë me qatë so kemi në qatë moment. Normalisht gjatë kohës shtohet sepse e dim qysh merret, qysh rritet buxheti i klubit.